Fjalët që thuan këtu duhet kenë edhe logjik. Nëse ka një parti dhe një qeveri që në kohë të ndryshme, apo më mirë me thënë në dy kohë të ndryshme, ka aplikuar procedura të dhënies naftës pa akcizë e pastaj pa lek fare, është Partia Socialiste edhe qeveritë e saj Nano edhe Rama. Nëse do i qëndrojmë logjikës që shqiptarët kanë ikur dhe një arsye shumë e rëndësishme është nafta, atëherë i bie të kenë ikur shumë herët me dy periudha komplet të tjera. Kështu që logjika është gjëja më e mirë që duhet funksionojë në parlament. Megjithatë unë nuk u çova për këtë, u çova për tjetër hall. Dy familje përcollën sot pa kthim shpirtin e tyre. Kush ka fëmijë e di fare mirë se ç'do të thotë që të përcjellësh shpirtin tënd. Një tretë në fillim ishte në betejë për jetën dhe tani për rehabilitimin e një traume të rëndë që nuk do të jetë më fizike, por mbi të gjitha do të jetë emocionale edhe mentale. E gjitha pasojë e një krimi, përsëris krimi të rëndë në një rrugë lagjeje, vrasje me dashje për mua dhe asnjëherë aksident apo shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Një ngjarje e përsëritur në rrugë kombëtare apo rrugë shpejtësie, por edhe në rrugë vendore, qytetesh, po edhe lagjesh, madje edhe fshatrash. Dje kam publikuar një video të aksidentit, ashtu siç ndodhi, thellësisht, reale, pa censuruar asgjë. Me një arsye, refuzimin për ta normalizuar një krim të tillë. Në fakt, baza ligjore që ne kemi, kodi rrugor në fillim, e pastaj kodi penal e normalizojnë një krim të tillë. Në një standard krejtësisht po e përsëris normalizues. Një i pirë. Jo thjesht i deur. Është një stad akoma më i lartë ai, po një i pirë. Për më keq, pastaj një i deur që ngjet një makinë në rrugë, ndalohet, shoqërohet, dërgohet në paraburgim. Thuaj se në çdo rast praktikisht është liruar apo lirohet pas 2 ditësh. Procedimi i tij vazhdon në liri. Në dimensionin e kodit rrugor, të deurit i hiqen 11 deri në 13 pikë, nga patenta me 20 deri në 30 pikë, nëse i deuri është kapur nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 mëngjesit. I hiqen 4 deri në 8 pikë, nëse i deuri është kapur nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Ngarkohet nga një gjobë vetëm prej 20.000 lekësh. Praktika është që paguan 2 fishin e kësaj gjobe dhe me këtë mënyrë shmang pezullimin e patentes. Pra morali i gjithës është që ti mund të pish, ti mund të dehesh, ti mund të gazësh makinë, ti mund dalësh në rrugë, ti mund ndalohesh, ti mund shoqërohesh, ti mund shkosh në paraburgim, ti mund procedohesh, por në krahun tjetër ty të hiqen vetëm pikë patente, e në krahun tjetër, akoma dhe më tutje, ty në rast se ke para, paguan në çast 2 fishin asaj gjobe dhe pezullimi i patentes tënde nuk ndodh. E bën një herë, e bën 2 herë, në mënyrë të përsëritur shkon deri në 18 muaj ndalim. Apo pezullim të patentes, në rast se e bën 3 herë, po prap shkon në ato logjik që thash. Nga 0.73, siç ishte i dehuri i kësaj radhe, në 0.70 i hiqen 10 pikë, vetëm 10 pikë në patentën e tij. Ndërkohë, ai po hetohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimin e mjetit në mënyrë të parregull, largim nga vendi i aksidentit. Ky është normalizimi ligjor që ne kemi. Ky është profili që përcakton sot kodi rrugor në referencë natyrisht të asaj që është votuar këtu shumë kohë më përpara. Ndërkohë banorët kanë një profil tjetër, pikërisht për të dehurin,
profilin e një të forti që sundon lagjen, që sundon rrugët, që dehet dhe që vret njerëz. Natyrisht e kam thënë dje dhe do ta them këtu me zë të lartë në sallën e kuvendit. Kjo nuk është shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Kjo është vrasje. Dhe nëse ne duam të bëjmë diçka në këtë aspekt, gjëja e parë dhe themelore që duhet bëjmë është që ndryshimet e reja që vinë në kodin penal të riformulojnë pikërisht akte të tilla si vrasje me dashje. Një i dheur që ngjet makinën edhe kur ndalohet nga ligji, hyn në rrugë për të vrarë e për të vrarë me dashje. Faleminderit. Zoti Kulliçi, keni fjalën. 4 minuta. Nderuar qytetar, kjo është një seancë që në fakt i dedikohet zgjedhjeve dhe problematikave të qytetarëve dhe dua të flas në këto 4 minuta për një problem madhor që e kanë gjithë qytetarët shqiptar me bindje apo jo politike që ka të bëjë me procesin e integrimit evropian. Dhe me një seancë dëgjimore që është organizuar sot në Komisionin e Marrëdhënieve me Jashtë, ku ministri i jashtëm do duhet të raportonte për raportin e IBAR-it dhe ecurinë e procesit të integrimit evropian. Raporti i IBAR-it për gjithë qytetarët që na ndjekin duhet ta dinë se është një raport i vlerësimit kusheve të ndërmjetme, i cili fokusohet në grup kapitullin numër 1, që janë pikat themelore, dhe ku aty trajtohen fushat kyçe të qeverisjes demokratike duke përfshirë funksionimin demokratik të institucioneve, gjyqësorin dhe të drejtat themelore, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë, prokurimin publik dhe kontrollin financiar, statistikat dhe kriteret ekonomike si dhe reformën e administratës publike. Dhe pikërisht për këto arsye, jam drejtuar sot zyrtarisht ministrit i jashtëm me disa pyetje që prekin thelbësisht këto çështje. Por që prekin gjithashtu dhe një nga kriteret kyçe, raportet e fqinjësisë mirë dhe raportet që ne kemi me vendet e rajonit. Një javë më parë personalisht kam publikuar disa mesazhe të ministrit i jashtëm në grupin e ambasadorëve të Republikës Shqipërisë në botë, ku ministri i jashtëm i Republikës Shqipërisë etiketon bashkëkombësit tanë në Maqedoninë e Veriut si idiot dhe shpreha tekstualisht është: po ata idiotët shqiptar atje çfarë thonë? Menjëherë pasi kam bërë publike këto mesazhe, ka patur një reagim ministrisë jashtme që i ka mohuar dhe ka thënë që kanë qenë fabrikime. Jam detyruar të nxjerr komunikimin e grupit ambasadorëve dhe nuk kam nxjerr komunikime private, tu nuk flitet për piknik, as për të lënë në orar dreke, por është grupi ku jepen direktivat për politikën e jashtme drejtuar të gjithë ambasadorëve të Republikës Shqipërisë nëpër botë. Dhe sërish ministri e ka mohuar. Jam detyruar të nxjerr më pas edhe momenti kur ministri ka fshirë mesazhin dhe është larguar nga ky grup. Dhe sot, pasi ka patur disa herë një kërkesë përsëritur nga ana jon për të marrë një përgjigje për këto mesazhe, prap ministri nuk ka kthyer përgjigje. Ministri duhet vi dhe thotë tu, ose shqiptarët e Maqedonisë Veriut janë idiot dhe ai i qëndron thënjes tij, ose ky mesazh është i fabrikuar nga ana ime dhe unë dal tu publikisht dhe i kërkoj ndjes çdo qytetarit të Republikës Shqipërisë edhe shqiptarëve në Maqedoni, ose ministri i jashtëm i Republikës sonë duhet kërkoj ndjes. Gjithashtu e kam pyetur në raport me testin kritik për rastin Balluku, duke qenë se është një pikë që prek drejt për drejt edhe raportin e IBAR-it për sa i përket fushave të prokurimit publik, funksionimit të shtetit ligjor, pavarësisë së gjyqësorit, konkurrencës dhe luftës kundër korrupsionit. Zero përgjigje. As edhe një koment për testin kritik që u vendos në mes të Tiranës nga kreu i Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian David McAllister. Asnjë përgjigje edhe për dosjen e Akshit. I kam bërë me dije ministrit, i kam lexuar vendimin numër 289, datë 20 prill 2026, të gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar, dhe e kam pyetur nëse është në konflikt interesi në momentin që raporton para institucioneve europiane për reformën drejtësi, për institucionet e drejtësisë, dhe sërish ka patur vetëm mohim dhe nuk kemi marrë përgjigje.
Mendoj se është në nderin e ministrit i jashtëm të bëjë transparencë për qytetarët e Republikës Shqipërisë dhe për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut për këtë skandal që është i paprecedent në 36 vitet pluralizëm. Ju faleminderit.